Tani më lejoni që të shpreh dhe qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës për përmbajtjen e këtij dokumenti që na është prezantuar. Dhe këto qëndrime tona nisen nga një realitet i thjeshtë, sa është edhe shqetësues për brezin tonë, për gjeneratën tonë, realiteti se Kosova është vendi më i varfër në Evropë. Dhe ky buxhet i vendit më të varfër në Evropë vazhdon të jetë fatkeqësisht pa ambicie dhe si tillë do të vazhdojë ta mbajë Kosovën si vendin më të varfër në Evropë. Na ndodh kështu sepse në vend të njohës së gjërave bazike ekonomike, qeveria po i fshi ato, pra refuzon të njohë. Përkundrazi i përdor shpesh edhe si pamflet suksesin Kosovë. Dhe janë tri indikator kryesorë në ekonomik në vend, tri të vërteta që përcaktojnë shëndetin e një ekonomie. Dhe ato s'mund të fshihen asnjëherë. E para është inflacioni, e dyta është deficiti tregtar, e treta është rritja ekonomike. Nga ekspozea e kryeministrit ditë më parë, dëgjuam për buxhet rekord prej 3.9 miliardë euro dhe natyrisht krahasueshëm shumë më shumë se viti 2021. Për të flasësh për euro, për pare, për tyra, pa e përmendur gjën më të rëndësishme, fuqinë reale të tyre, pra pa e përmendur inflacionin, është sa gabim politik, aq edhe qëllim propagandistik. Sa për i kujtim, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, e cila për kurreshtin e secilit gjendet si pjesë e zyrës së kryeministrit, pra sipas dhënave zyrtare të vetë qeverisë, nga dita parë e qeverisjes së vetëvendosjes e deri më sot inflacioni në Kosovë është plot 30%. Është rritja më e madhe kumulative në gjithë historinë e Republikës Kosovës. Kuptojeni, paraja para 5 viteve ka qenë për 30% më e vlefshme se sa që është sot. Paraja, numrat, eurot, secila prej tyre kanë vlerë sot 30% më pak se sa 5 vite më parë. Së këndemi, çdo numër, çdo vlerë buxhetore, çdo hyrje apo çdo shpenzim sot është 30% më pak i vlefshëm se sa në vitin 2021. Thënë këtë, 3.9 miliardë euro sot me inflacionin prej 30% janë rreth 2.9 miliardë euro të vitit 2021. Pra 1 miliardë euro më pak në vlerë. Kaç kanë vlerë këto 3.9 miliardë euro? Aso kohën vitin 2021 buxheti i Kosovës ka qenë 2.6 miliardë euro. Që bie se në esencë për 5 vite ju e keni rritur buxhetin e Republikës në terma real për vetëm 300 milion euro. E vërteta dytë e madhe është se politika tuaja, këto që po i prezantoni në buxhet, po e gryn nga brenda bazën prodhuese të Kosovës. Këto politika si të buxhetit që prezantohet sot nuk po japin rezultat ekonomik. A jemi të vetëdijshëm se për 5 vite deficiti tregtar i Kosovës është filluar nga 3 miliardë euro në plot 6 miliardë euro brenda vitit. Pra kur i përmendim eksportet me plot mburrje se po rriten, duhet patjetër të përmendim dhe importet dhe rritjen shumë të madhe të tyre. E kur t'i përmendet se sa shesim e blim, gjën e vetme që në fund një ekonomist, po mbi gjitha një politikan du ta bëj, është llogarisë se sa është kjo diferencë. 6 miliardë euro në vjet është kjo diferencë. Ka qenë 3 miliardë euro 5 vite më parë, dhe këtë 3 miliardë euro atëherë ka qenë kauza kryesore ekonomike e secilës alternativë politike. Përfshirë dhe tuajën, sepse 3 miliardë ka qenë alarmant. Sot, me 6 miliardë euro,